me diskutime ndryshme, por realiteti politik është zoti Kurti ka numrat për me pas qeverinë vetë. A donë me pas një qeveri ma gjonë, a donë me përfshiti këtë tjetër, është çështje tjetër. Nuk është situata e para 28 dhjetorit, ku ai nuk i ka pas numrat për me pas qeverinë. Tash i ka 57 deputet, edhe 11 deputet e minoriteteve, bëjnë 68 deputet. Me 61 deputet formohet qeveria. Pra, teknikisht, i ka numrat për formimin e qeverisë, dhe praktikisht mundet me e bo qeverinë. Tash a donë një qeveri ma stabile, a donë një qeveri e cila e ka të numra në kuvend dhe mundet me bo reforma më të mëdha, a do një qeveri e cila është ma lehtë me u përballë edhe me skenën politike botërore, e tjerë është çështje tjetër. Atëherë duhet me kërku partner. A do tjetë ky partner LDK apo dikush tjetër, kur do tjetë kryet LDK se ofron këtë partneritet, a është dikush. Pra janë shumë tema që hapen të njëjtën kohë, por realiteti është që qytetarët e Kosovës i kanë dhënë besimin që ai me qeverisë vetën. Edhe a i shdoshtë shtunën LDK me kristalizu qëndrimin në raport edhe me ftesën eventuale të Albin Kurtit, në raport me... Nuk ka që ka me kristalizu, sepse mas parë duhet me mbyll ciklin politik për cilën është thirrë me mbyll. Dhe kryetari aktual, qëndrimet e veta i ka që nuk bën koalicion me lëvizjen vetë vendosje, pra është vetë preashtueshme me automatizëm. Pra është qëndrim të cilin e ka thonë publikisht dhe cilin e ka proklamuar vazhdimsi. Nuk ka një mundësi bashkëpunimit, paktën nga retorika dhe deklarimi publik, pastaj se si do të veprohet, do të mbetet shihet. Por kjo është një hap i dytë ose i tretë. Hapi i parë është të shtunën trajtimi i çështjes së dorëheqjes ose njoftimi i kuvendit dhe mbyllja e atij procesi. Thjesht nëse shkon sipas praktikës paraprake, që është praktika e vitit 2021, kur zoti Mustafa, kryetari i LDK-s, edhe pse kishte edhe ai 2 vite mandat, për shkak të rezultatit të LDK-s dhe kohës të vlerësimit të tij se procesi dhe momentumi i tij politik tashmë është mbyllur dhe duhet të hapur rruga për tjerë. Thjesht ka ardhur në kuvend, ka mbajtur një fjalim, ka përshëndet, është përcjellë me duar trokitje dhe njëjtën ditë, po me marrëveshje është bë kuvendi shndruar në kuvend zgjedhor. Por kësaj radhe nuk duket që është e njëjta procedurë në kuptimin e shndrimit kuvendit kuvend zgjedhor. Mund të jetë një marrëveshje tjetër, mund të jetë një opcion për një kryetar që i konsensusit që i përballon këto sfida dhe këto probleme që po vinë të ardhmen dhe përgatit partinë për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, sepse partia patjetër duhet shkojnë në zgjedhjet të përgjithshme, sepse rezultati nuk është i mirë. Dhe mungesa në rezultatit mirë imponon zgjedhjet brendshme dhe rinisje të re me mirëbesim dhe me përbashkim. Kjo rinisje e re na u duhet si LDK, na u duhet si Kosovë dhe të angazhohemi të gjithë që të krijojmë një klim pozitive, një klim të përbashkimit pa pas